Qëse sfida ka si diskutime të shumta në ambientet e dhomës së ndenjës, do të shihni pamjet e plota në mënyrë që çdo gjë të jetë transparente. Nuk e prek fare, as derinën, as sorën. Jo, po të leqja fut kod. Tentori të hy branda. E ka gjujt me bryll. Nuk ishte dhunë, nga në bujakës. Me gjujt me bryll të zinë surati mësa tani. Po ta kishte kështu loja, do të kisha gjuajtur dhunë me shkel, da shishim kush ishte i parë. Mu po qefi që dolën sërish karakteret në pat të këtyre njerëzve të cilët nuk e kanë për gjë, ta bëjnë qimentra. E hapi goca i takon të gocës, nuk mund vi një burr ke dera që ka vajza të futet dhe ti tani para. Pëlqej fare moza që shkon nga mrapa këtyre, që rina bo avokate me këtyre, me koktejl, me komanes, më pëlqen. Është servile. Forcën fizike për ta fitu garën, duke ja ka përcy këtyne ato mundësi që këto kishin kriju për vete, këtë e ke bë. Po normal që Do e bojnë me moza, s'është loj shau. Në të pëtimi ishte pak i gabuar, jam 200.000 në loj, atë falem Blerinës është femra. Ky djalë nuk ka fituar as në kubat e vet, ka marrë kubat e mi. Më tërhoqi nga krau, që mund të kishte dalë fare krau, dhe më shtyn me bryll për të dalë ky përpara. Arrum tani dhunën fizike, tani janë nisën me ato arsyetimet e veta. Jo, ajo ishte imja, jo kjo e imja. Bujaka ka merituar plotësisht fitoren. Sara është manipulatore e frikshme. Një inatçie e papar, është e tmeshme, është e frikshme. Po edhe Gjesi me shishën me ujë të ngrohtë këtu, duke bërë, ndërkohë ishte qiqër. E bën ato ne po prisnim çipnim njerëz në gjak, shkojnë në spital, ju bë grafiat edhe doli blok. Ata që vazhdojnë ta kontestojnë, unë mendoj që kanë ndonjë problem me veten dhe me personalitetin e tyre. E ke merituar plotësisht dhe je më i vrari nga të gjithë, je më viktima nga të gjithë. e kishte kop temin pasha zotin e masën e krejt kur. Sa do bëja dilin me atë për Zotin. Ta shifnin sa loje pastër është. Është shumë e thjeshtë të flasësh edhe të bësh lloqe, siç zakonisht ato të dyja bëjnë. Tanës dhe asaj Kleopatrës tjetër, e pafshin dhe shijofshin lëkurën tuaj këtë lloj gare, këtë lloj sfide, këtë lloj dhune. Përderisa po mbroni një akt të tillë. Qa personi po ma e bujari. Është fare që vazhdo këtë muhabet. Ajo është manipulatore, e frikshme. Vepër, sepse shet njerëzit më të afërt që ka. Edhe nuk mund të shkosh ti se vilosësh atyre që të degenerojnë publikisht. Sa ajo është tendencioze dhe don ta ndaj patjetër kampin ton këtu të përbashkët, don ta ndaj në dy kampe. Se ka fillu xhiroja tash nga fillimi dhe mos u kap mas zhakut se ka gojën shumë të rëndë. Fare mos rri, më mirë rri me Ilirin që e ke armik të hapur, sesa me një mik që të arrit me një.